Florencio De Laveri, ish president i Federatës Shqiptare të Gjimnastikës dhe një koleg dhe mik i afërt i Bardel Hoxhës që sot po përcjellet në banesën e fundit. Një karrierë gjatë sportive e Bardel Hoxhës si gjimnast, si trajner i kombëtarës, si vllaznisë, por edhe si sekretar i Federatës. Unë do të dalem në këtë dimensionin e fundit të tij si drejtues, si njeri që u përpoq të kontribuonte për zhvillimin e gjimnastikës në vitet më të vështira të saj, nga viti 92, do kujtoj kur gjimnastika në atë kohë s'kishe as minimumin e bazës materiale dhe Bardi mes sakrificave, mes përpjekjeve të tij personale arriti që ta mbante të fortë federatën dhe ta çonte dhe përpara zhvillimin e gjimnastikës. Dhe nëse sot gjimnastika shqiptare ka një kampion Europe, është ndër të tjera dhe merita e Bardit, sepse ishte njeriu që promovoi Alon Hansën, që i dha mundësi atij pastaj kur u bë trajner të afronte sportistin e tij, dhe unë do ta kujtoj gjithmonë si një mik të madh, si një burr të dhëmshëm, si një njeri që mes sfidave personale dhe të federatës arriti të triumfonte në çdo betejë, dhe pse humbi këtë betejën e fundit, unë mendoj që ai ka fituar përjetësinë dhe çdo njeri që e ka njohur do ta kujtojë Bardin të qeshur ashtu siç ka jetuar. Keni pasur rastin dhe të jetoni shumë në kryeqytete në kohën kur keni drejtuar në federatë dhe Bardi ishte sekretar. Si ishte në marrëdhëniet zyrtare? Për rreth 16 vjet kam punuar me Bardin, ishte një njeri praktik, një njeri i cili në çdo moment vendoste interesin e federatës dhe sportistëve përpara interesit të tij, që ka sakrifikuar në maksimum për zhvillimin e gjimnastikës, e donte si rrallë kusha të sport, dhe unë mendoj që edhe në ditët e tij të fundit ai prap ka jetuar me gjimnastikën. Uroj, e them dhe një herë, që brezat e gjimnastikës sotshme të njohin historinë e Bardit dhe të kolegëve të tij për të kuptuar se sa mund të sakrifica duhet të bëhesh një sportist i madh. Faleminderit.